Dy helikopterë vjojnë operacionin për shuarjen e zjarrit në zonën e lagjes Abaze në Krujë, duke hedhur ujë në vatrat aktive dhe në sipërfaqet përreth, pasi terreni i thyer nuk mundëson ndërhyrjen me mjete zjarfikse. Situata më problematike paraqitet në lagjen Abaze, ku flakët rrezikojnë edhe 30 banesa nga një total prej afro 300 shtëpish në këtë zonë. Ndërkohë forcat zjarfikse të Krujës janë pozicionuar pranë malit të Krujës, ku vjon monitorimi i situatës për shkak të rrezikut që paraqitet për disa biznese dhe vendin e shenjtë të Sari Saltikut. Paralelisht, një tjetër vatër zjarri është evidentuar në kufirin mes fshatrave Golem dhe Progonat në një zonë me terren shumë të vështirë malor. Pas sinjalizimit nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, shërbimet zjarfikse mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe konstatuan se zjarri ishte aktiv në maj të malit në kufirin ndarës mes dy fshatrave. Fal ndërhyrjes së shpejtë, flakët u izoluan dhe më pas u bë e mundur shuarja e plotë e vatrës, duke parandaluar përhapjen e mëtejshme. Nga zjarri u përshkrua një sipërfaqe prej rreth 3 hektarësh me bimësi të ulët, shkure dhe barishte. Forcat zjarfikse vjojnë të qëndrojnë në terren për monitorimin e zonës dhe ndërhyrjen në rast të ndonjë riaktivizimi të mundshëm të flakëve.